Sokol me mbrëma. Të flasim nga qyteti i Fierit, këtu ku pas pak minuta shpritet filloj një nga mitingjet më të mëdha e përmbysur të Partisë Socialiste, pikërisht në qarkun e dytë më të madh në vend, qarkun e Fierit, i cili do të prodhojë 16 mandate dhe ku Partia Socialiste është një sfidë fortë jo për ta fituar qarkun, por për të fituar mandatin e 10, cilin e humbi gjatë zgjedhjeve të vitit 2021. Sigurisht është një qark i rëndësishëm edhe politik për të majtën shqiptare dhe që do të jetë vendimtare edhe në një përcaktim të rezultatit. Unë do t'jem nga ora 8 këtu në Fier me të ftuar me kolegët mi analist dhe më pas pak më vonë rreth orës 20:30 me mua do të bashkohet kryeministri Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste, i cili do të jetë i fundit që do të flasi në këtë miting. Në bisedën time sigurisht do të prekim tema të aktualitetit të kësaj fushate, duke filluar edhe nga ngjarjet që kanë karakterizuar sidomos javën e fundit, ku nuk ka munguar dhuna, një ngjarje tjetër sot, një tjetër kandidat për deputetit i cili ka vetëm me drogë në Saranë. Sigurisht një temperaturë që sa vjen e rritet në këto 3 ditë fundit të kësaj fushate, e cila në dukje ka një rezultat të përcaktuar, por askush nuk e di se çfarë do ndodh, kjo edhe për shkak të votave në rritje të emigrantëve, votave për Greqinë, ato të cilat po shtohen ditë e fundit edhe në akuzat e opozitës se diçka nuk po shkon mirë atje. Sigurisht do të flasim me Edi Rama dhe për temi stilin e kësaj fushate, i cili ishte sigurisht pranë spektaklit, larg temi një llogaridhënie të mirëfillt, kjo edhe për shkak të situatës në cilë gjendet kundërshtari i tij përballë, por patyshim do të flasim edhe për premtimin e madh të kryeministrit, i cili thotë se Shqipëria në vitin 2030 do të futet në Bashkimin Evropian, një bast i tij i fortë, i cili do testohet që nga viti 2026, atëherë kur Mali do të përfundojë parë negociatat dhe do të shikojmë nëse sjellja e Bashkimit Evropian do të jetë ajo që është sot dhe ajo që do të jetë me datën 16 maj, ku i gjithë komuniteti evropian do zbarkojnë në Tiranë. Kështu që për gjitha këto më ndiqni nga ora 8 live nga Fieri me kryeministrin Edi Rama këtu në ABC News. Juli, linja për ty. Faleminderit Sokol.